Përshëndetje miq, vazhdojmë me reagimet e radhës. Atëherë temat e javës, fillojmë pak me zjarret. Keni parë që zjarret kanë bërë namin, ë? Katastrofë. Mendoj që duhet ndryshojmë termin. To nuk janë thjesht zjarre. To janë zjarrvënie. Do të thonë që disa njerëz, disa ndyrësira vendosin qëllimisht zjarret. Edhe kosto që këta sjellin në ekonomi është e jashtëzakonshme. Po edhe në resurse dhe burime njerëzore, sepse të luftosh këtë zjarre duhet një angazhim i gjithë shtetit për të luftuar këto zjarre. Pavarësisht kësaj, dëmit ekonomi, do të thonë sjellin edhe cënojnë shumë dhe jetën e njerëzve, qyteteve, e qytetarëve, edhe kafshëve dihet. Kështu që unë mendoj që duhet, pavarësisht se legjislacioni është përmirësuar, unë mendoj që ka nevojë akoma më shumë për përmirësim. Do të thonë unë mendoj që kjo duhet të cilësohet si një vepër terroriste, që ti frenojmë këta kokpalaret që vendosin zjarre dhe cënojnë jetën dhe dëmtojnë, domethënë gjithçka që mund të ketë ndërtuar dikush. Domethënë kjo është një vepër terroriste dhe duhet cilësohet si e tillë. Kurse sa për heronjt e heshtur, këta që luftojnë me zjarre gjatë sezonit verës, ndërkohë që pjesa jonë më e madhe është nëpër plazhe, nuk ka nevojë vetëm për fjalë të mira, domethënë as nga kryeministri, as nga presidenti i Republikës, ka nevojë për lek e parapunës, të dyfishohet rroga gjatë sezonit të zjarreve. Dhe tjetra ka nevojë për pajisje dhe për trajnime, ka nevojë për pajisje cilësore, siç ka gjithë bota, jo me shkopinj e me dega pemësh të fik zjarret. Ka nevojë për pajisje cilësore. Sepse nuk mund t'i lejmë në këtë gjë, që të paktën edhe kur dalin të luftojnë zjarret, të kenë se me çfarë të luftojnë. Jo të luftojnë thjesht me mishë me shpirt, por të kenë edhe pajisjet e duhura. Kështu që ka nevojë për suport real, jo fjalë të bukura. Tani pjesa e Zelenskit që I ka prek gjithë, sepse Zelenski doli krah Serbisë. Para punës duhet ta kuptoni që as nuk më impresionon fare që Zelenski është pro Serbisë. E para punës janë popull slav, janë më pranë njëri tjetrit. Mu më surprizon domethënë pjesa që Kosova, mbështetje që I ka dhënë Ukrainës. Unë nuk e kuptoj domethënë që këta se kanë haberin fare nga politika jashtme. Politika jashtme është reciprocitet. Ti nuk mund t'i ofrosh një vendi, qoftë Ukraina apo qoftë kushdo vend tjetër, suport pa asgjë mbrapsh. Apo mbështetje pa kërkuar asgjë mbrapsh. Kjo është shumë politike jashtme mirane. Domethënë, po të shikosh Amerikën, shteti më I fuqishëm botë, kur vjen puna për të ndihmuar dikë, në këtë rast edhe Ukrainën, nuk e bën pospati ndonjë interes të vetin. Kështu funksionojnë gjërat. Jo I japim ne gjithë ato mbështetje, gjithë ato suport, pa kërkuar asgjë mbrapa dhe pastaj ngelim. Po pse doli Ukraina kundër nesh? Po Ukraina gjithmonë ka qenë kundër pavarësisë Kosovës, edhe kur ka filluar mbështetje që ditën e parë nga ana e shtetit të Kosovës. Unë mendoj që është një politikë miope e jashtme e shtetit të Kosovës, sepse në moment që ti I ke ofruar suport dhe ndihmë, duhet kërkoje diçka mbrapsht. Një lloj njohje ose një lloj konsullate për të pasur Kosovë, ose mos I jepi ndihmë fare, kështu funksionojnë gjërat. Jo I jep ti pa limit, pa kërkuar asgjë, dhe pastaj ngel hatri se nuk njeh, as nuk ka për të njohur. Kështu që rrituni dhe piquni në politikën e jashtme. Kurse pjesa e tjetër e Aleksandar Vučić. Vučić është domethënë një nga anti-shqiptarët më të mëdhenj pas Slobodanit. Edhe siç e hëngri Slobodani me Kosovën, se aty ngeci shara Slobodanit, te Kosova, dhe aty e hëngri mirë. Unë mendoj që Vučić ka për të pas të njëjtin fund. Jo atë fund drastik që ka pasur domethënë Slobodani, por mendoj që mund të ketë një fund politik. Po me shqiptarët e Kosovës kam përshtypjen që do e ketë atë fundin e karrierës vet politike. Kërcënimi që bëri për devinin e Ibrit. Normalisht do e bëj këtë kërcënim sepse politika më e madhe strategjike e jashtme që ka Serbia është goditja e shqiptarëve dhe Kosovës. Nuk ka politikë tjetër më të madhe të jashtme Serbia, ka politikën e vetme strategjike. Pse? Sepse është trepçja. Edhe me pasuritë që ka trepçja, Serbisë I garantojnë në dekadat e ardhme supremasi në ekonomi, në politikë dhe në ushtri, aq pasuritë më e ka trepçja që ne nuk dimë t'i shfrytëzojmë fare. Kjo është një temë tjetër. Domethënë, edhe qeveria e Kosovës, marrja e lumit Ibër, e urës në lumin Ibër që po bën tash, domethënë autoriteti që po shtrin në Mitrovic, këtë e ka bë Beogradin që ta humbi fare, domethënë sepse po e merr avash, po e kontrollon avash shteti I Kosovës Mitrovicën dhe mirë po bën. Edhe normalisht do dalin me deklarata kërcënuese që të devijojnë Ibrin bla bla bla. Po nuk e kuptoj pse u futet frika, sepse ne e kemi edhe gurin dhe arrën dorë.
Gjëja e parë që duhet bëhet te shteti i Kosovës ishte ndalimi i eksporteve serbe, aty ku i lëm më shumë Serbisë, ku i lëm Serbisë, ekonomia. Edhe nëse Albini do ta bëte këtë, ose ka kohë që mund ta bëj, edhe jo vetëm do i kishte vendosur përballë një përgjegjësie tek qytetarët e vet Vučićin atje në Serbi, por ti kishte kërkuar edhe falje madje për deklaratën që ka bërë për Ibrin, sepse Serbisi djeg shumë tek eksportet. Dhe kjo ishte karta që duhet loste fuqishëm Albini, që s'e ka los akoma, kështu që mos u friksoni kot, po i bllokoni eksportet Serbisë, dhe flasin bashkë se çfarë do bëjnë serbët prapë, do ai përsërisin prapë tharjen e Ibrit, apo devijimin e Ibrit, apo kur s'kan për ta bërë më. Kështu që përgjigjen me reciprocitet lëm për dhëm. Ju kërcënojnë, gjëja e parë janë gjithmonë eksportet. Që ta marrin vesh mirë që nuk mund të bëjnë deklarata si ti doj qefi. Diçka tjetër, ishte kjo pjesa se ka marrë shumë mesazhe, reforma territoriale që po ndodh në Shqipëri. Atëherë unë mendoj që ne kemi dështuar me reforma territoriale sa herë që ato janë bërë, sepse kam pasur gjithmonë kontekstin fizik të gjërave, ato elektorale në përgjithësi, jo të shërbimeve. Unë mendoj që reforma më e madhe edhe më e rëndësishme që ne kemi nevojë sot për sot në këtë reformë territoriale është reforma e burimeve njerëzore, sepse bashkitë, mini bashkitë për ata që nuk e njohin, nuk janë asgjë tjetër veç se zyra punësimi për militantët e partive. Dhe nepotizmi është i jashtëzakonshëm dhe paaftësia, sepse ka thjesht njerëz në përgjithësi marrin rrogë kot. Edhe një pjesë e mirë e tyre jetojnë në shteti duke marrë rrogë aktualisht nëpër bashkitë dhe mini bashkitë e Shqipërisë. Domethënë, nëse shikoni jeni pak kënaqur me administratën shtetërore këtu në qendër në Tiranë, administratën qendrore, imagjinoni që ajo në bashki është 10 fish më e kalbur edhe më e paaftë. Kështu që unë mendoj që reforma më e madhe ka nevojë për një reformë, jam pro reformës, por reforma më e madhe do të ishte ajo reforma e burimeve njerëzore, domethënë vendosja e njerëzve të aftë që ofrojnë zgjidhje të problemeve reale që kanë banorët apo qytetarët kudo ndodhen, që mos jenë më zyra për të punësuar militantët e kësaj partie apo asaj partie. Dakord. Edhe pjesa protestës fundfare, protesta do vazhdoj deri në shtator, edhe pak më tutje mund të vazhdoj, sepse këta po presin tani, domethënë ky revolucioni i Irfanit dhe i Islamit, ta po presin tash që kur të vinë studentët nga vjeshtat, bëhet nami tash të përmbysin regjimin. Dhe për këtë arsye do vazhdoj kjo protestë, pa kokë. Por mendoj që ka edhe diçka tjetër surpriza, do jetë ardha e ambasadorit amerikan që këto nuk e kanë llogaritur. Ardha e ambasadorit amerikan unë mendoj që do t'i vendosi kapakun kësaj proteste një herë për gjithmonë. Thjesht me një deklaratë që ka për dalë kundër kësaj proteste, sepse është një protestë anti-amerikane, anti-shqiptare, anti-investimesh. Edhe unë mendoj që lajmi më i mirë për ta përmbyllur këtë video është ardha e ambasadorit amerikan në Shqipëri në shtator. Sepse ka edhe diçka që unë nuk e kuptoj, si mund të jemi në një vend kaq pro-amerikan, po mungesën e një ambasadori amerikan e kemi pasur gjithmonë kaq të theksuar. Është se bëhen lobinet të fuqishme, të tmerrshme kundër Shqipërisë, si për ta lënë vendin pa ambasador amerikan. Sepse vetmja garanci me këtë demokraci të brishin e kemi sot për sot, është ambasada amerikane. Para mendoni këtu mos ketë një ambasadë amerikan ose një ambasador amerikan, këtu bëhet nami me këtë vend, ndahemi në 100 sopa të ndryshme, ca me turqit, ca me grekët, ca me slavët, ca ku diun, ca me italianët. Domethënë, lajmi mirë ardhja e tij, ju urojmë suksese dhe shpresojmë domethënë që të vendoset domethënë një lloj stabiliteti të paktën në rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian për sa i përket rrugtimit politik të saj. Ju përshëndes deri në videon e radhës.